Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko, jemi zhvendosur jo në tryezën e bardhë të diskutimit si që bëjmë shpesh herë, por jemi zhvendosur në një ambient ku kemi prezentuar dy vepra shumë të rëndësishme, botime të fondacionit Alsar, por dy vepra të cilat vinë në një botim të vetëm në emër të tragjedisë Çame, për të mos harruar, për të kujtuar e për të ngritur ndonjëherë zërin edhe për të drejtat që ende mohohen pas shumë vitesh. Tragjedia Çame nga viti 1913 deri në vitin 1945 vjen si një botim me dy vëllime nga dy bashkautor, të cilët pa diskutim kam derin që t'i kem në këtë bisedë. Kanë rrugtuar, janë përtej kufive zyrtar të Shqipërisë, po janë dy shqiptarë që nuk i kanë harruar asnjëherë shqiptarët e vetë, ndonse përtej kufive zyrtar të asaj çka quhet Shqipëri, por që në fakt na bashkon gjua e njëjtë. Kanë zgjedhur të vinë me dokumente, me faksimile të botuara në 3 gjuhë të ndryshme. Një botim jashtëzakonisht dinjitoz e që i shërben besoj brezave të tjerë. Kam kënaqësinë që në këtë bisedë të kem historianin Qerim Lita. Faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij diskutimi, pjesë e Çamikos, edhe që patjetër jeni ndër ata që gjithmonë e keni ngritur zërin në lidhje me padrejtësitë që janë bërë shqiptarëve, të cilët, duhet thënë, jetojnë edhe kufizohen po prap nga shqiptarët e vet. Faleminderit edhe. Ndërkohë në anën tjetër, ndoshta kolegë mund të them, keni qenë gazetar më herët në misionin tuaj për të zbardhur të vërteta, keni punuar si dramaturg, njëkohësisht edhe një studiues tashmë ndoshta me botimin e ri. Shëlzen Halimi, faleminderit shumë që faleminderit që erdhët në Tiranë. Besoj disi të lodhur se ishte një botim i rëndësishëm. Ju ka lodhur shumë hulumtimi ndoshta në arkiva, si ka qenë procesi i punës? Po, sa jemi lodh, sa herë që i gjeshim dokumentet me vlerë, ashtu edhe ishim edhe më entuziazmuar që punën ta vazhdojmë. Projekti ka filluar në 2024, në arkivat, njëkohësisht, në arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe në arkivin e shtetit, arkivin qendror. Edhe kemi ardhur në disa herë, 4 herë ka 2 javë, kemi bërë hulumtime. Në mënyrë të veçantë në arkivin e Ministrisë të Jashtme, puna ka qenë më e rëndë për shkak se dokumentacioni nuk është i skenuar, është në përdosje dhe u dash të filmohet përmes apo të fotografohet përmes telefonave celular, ndërsa në arkivin e shtetit ato fatmirësisht arkivi i shtetit ka bërë punë të madhe kohë fundit, ka bërë digitalizimin e një numri të madh të dokumentacionit, edhe hulumtimi ka qenë pak më i lehtë, edhe pse dokumentacioni më i rëndësishëm është megjithatë është Ministrinë e Punëve të Jashtme, sepse kemi të bëjmë për një krahinë shqiptare e cila, siç dihet, 45-ën u faros fare nga bandat kriminale të Zevrasit, bandat edhe të shumë banditëve tjerë grek. Që sot Çameria faktikisht ekziston teori si krahinë shqiptare, po pa shqiptar. Pa shqiptar, nështë ka shqiptar, por që nuk guxojnë që janë të besimit ortodoks, po shqiptar të komunitetit musliman atje nuk ekziston. Fatkeqësisht kjo ndodhi para botës së civilizuar, njëherë pas luftës, mbarimit luftës dytë botërore, u bë pastrimi etnik nga bandat shtetërore, doja të them, të shoministëve grek. Ka qenë një punë si bashkautor të gjithë këtyre viteve. Ka pasur ndoshta një ndarje, dikush do punoj për një periudhë apo dikush për luftën pas 44-s, po themi, ose në momentin e gjenocidit. Si është ndarë ky proces? Jo, për projektin konkret, domethënë për tragedinë Çame, ne kemi punuar bashkërisht, domethënë nuk ka pas. Jo, nuk kemi pas ndarje, domethënë jemi dedikuar nga 1913 deri në 45 po, një lloj, domethënë kemi punuar bashkë, porositë kemi qenë me një mos them në një zyre, në një dhomë, kemi bërë porosit bashkë, kemi ndihmuar njëri tjetrin, jo e gjeta këte, unë e gjeta atë, kështu që kemi plotësuar njëri tjetrin, ndërkaq si materialet, domethënë vazhdimisht kemi punuar bashkë, se ashtu ne punojmë bashkë,
Më thonë, vetë kemi zyrët, një muri në ndanë, nuk kemi pas fare problem këtë drejtim. Thonë, puna më e madhe, më e rëndë për mendimin tim ka qenë ajo hulumtimi, ndërka që realizimi pastaj ka shku pak më lehtë dhe ja, ku është produkti final, një produkt që më të vërtet jashtëzakonisht i mirë, si në aspektin përbajtësor, po edhe në aspektin teknik. Çfarë përmban realisht, nëse do t'ja shpjegojmë lexuesit disi Po, aty ka dokumente, më thonë, ka dokumente originale, më thonë, në dokumente ne para nuk kemi intervenu, ka dokumente shqip, ka dokumente frëngjisht, ka anglisht, nëse nuk duket se ka edhe në gjuhën serbo-kroate. Po, që i kemi marrë në arkivin e Beogradit, dhe ne vetëm se kemi dhënë një sqarim aty, një lloj shpjegimi për çdo dokument, e pikërisht ai shpjegim pastaj është i përkthyer në turqisht dhe në anglisht. Një lloj digjiture, orientohet për studiuesit ose lexuesit. Domethënë kanë punën shumë lehtë dhe ata mund thirren gjithë domethënë dokumentet janë me numrat shifruar dhe ata fare lehtë ta kenë thirren për shembull në dokumentit kushtimisht po them 5 ka këtë përmbajtje dhe puna e tyre është shumë e lehtë tash. Domethënë punën më të vështirë ne ja kemi shmang, tash e kanë ata në best ulen të studiojnë dhe të punojnë. Nuk mund të shmangem një pyetje që besoj shkon për të dy ju. Shqiptar të Maqedonisë së Veriut, çfarë ju bën të merreni në një krahim të shqiptarëve të cilët është, mund të themi, plaga që mbetet ende e hapur në një kohë kur shqiptarët e Maqedonisë së Veriut gjithsesi kanë shkuar në trojet e gjyshërve të tyre, shqiptarët e Kosovës pa diskutim janë në trojet e gjyshërve të tyre. Historiani është studiusi apo hulumtuesi e ka për obligim atë material që arritet të vërtetën të thotë, edhe se ne kemi një ngjashmëri mes shqiptarëve të Çamërisë dhe shqiptarëve tashit të themi kushtimisht në Maqedoni apo të Kosovës, sepse fati dashi që në vitin 1913 konferenca atëhershme në ngjelën jashtë kufive, domethënë të Shqipërisë politike, apo si më thonë Shqipërisë londineze, dhe gjithmonë kanë qenë të përsekutuar nëse grekët kanë hartu projektin e tyre, planin e tyre, projektin megalomania, serbët e kanë pas në Qertania, është një periudhë e ngjashme që kanë pas si qëllim kanë pas që këta vise të pastrohen nga elemente jo ortodokse, do të thonë jo slave, nga elementet sidomos shqiptare, të pastrohet bëhet pastrim etnik, dhe fatkeqësisht grekët e arritën një qëllim, duhet të tekstuar se serbët e arritën që në vitin 1878, pas kongresit Berlinit, kur një pjesë shumë e madhe tokëve shqiptare, si njihet si Kazaja e Nishit, ju falë nga kongresi Berlinit, ju falë Serbisë, dhe aty u bën pastrimi etnik i 17 fshatrave shqiptare që në vitin 1878, ndërsa grekët e arritën në vitin 1944-45 me gjenocidin si e krijuar ndaj popullsisë të pafajshme dhe të pambrojtëçame. Është karakteristikë se ky gjenocid u bë para syve të aleatëve anglo-amerikan, se ata ishin të vendosur në Greqi, por si është e pakuptueshme, si kanë leju një gjenocid të tillë, vetëm se edhe në dokumentet theksohet se sa janë bërë numri i masakrave, por nuk dihet se sa kanë vdekur gjatë udhëtimit, gjatë rrugtimit, nuk dihet. Thuhet një shifër prej 2 deri në 3000 që kanë vdekur prej stoftit, prej urisë, prej smujeve ndryshme që kanë vdekur, domethënë kjo ka qenë vërtet. Edhe çka kanë lënë është përveç se ka ndodhur ai gjenocid ndaj njerëzimit, ata kanë lënë një pasuri të jashtëzakonshme. Çamët kanë qenë të njohtë, krahinë është e njoftëm shumë e pasur, për sidomos vajin e ullirit për blegtorinë, domethënë ende ruhet blegtoria të çamëve që domethënë ata tërë pasurinë e tyre kanë lënë atje. Tërë pasurinë kanë lënë, kanë ardhur këtu, edhe janë vendosur këtu në Shqipëri, janë vendosur në 6 prefektura të atëshme, domethënë kanë qenë janë sistemuar në Vlorë, në Berat, Durrës, Shkodër, Tiranë dhe Elbasan janë vendosur familje, mas shumë të kje në Vlorë, po kje edhe në Durrës, prefekturën, atëre prefektura, por shumica kanë qenë Kavaja, kudo janë shpërnda, edhe ata që sa vite, ende ata, domethënë tashmë është si e thanë gjatë promovimit e tha se gjenerate 5 ka arrit që prej
për gjenocidit që tash po ka ardhur koha. Prandaj për mua personalisht, po edhe për Shkërzenin ka qenë një kënaqësi e madhe. Nisma ka qenë prej udhëhecit të Fondacionit Alsar, zoti Mehdi Gura, ai para 3 vite mbajti një konferencë shkencore për Çamërinë, dje po 3 vite, dhe atëherë bisedoj me ne, a ka mundësi ne të grumbullojmë materiale për çamët, si nisme aty ka qenë, edhe ne pranum, edhe kështu që nisëm punën me një, nuk ne e mori mendja realisht tonë se dhe të arrim aq dokumentacion. Sidomos voluminos, sidomos periuda 24-25, por edhe periuda mes dy luftave botërore, janë shumë letra, shumë raporte të Paris çame që janë drejtuar qeverisë shqiptare, që nuk kanë qenë zbardhur deri tash. Madje, si u tha edhe këtu, është botu tërsi, nuk e di si ka ngel pa u botu. Mbledhja seanca e 50 shoqërisë kombëve që majt me 5 dhe 9 qershor në 1928, ku spikati roli i famshëm, roli advetar i diplomatit, i intelektualit të shquar të kohës me Difrashi, përballë që kishte kundërshtarin e vet, ishte politis, ishte i profesionit të politikën greke, dhe domethënë kjo ishte diçka se këtu filloi. Domethënë filluan diçka të ndryshojë që shkoi ka e mira nga kjo periudhë. Edhe Këshilli i Kombëve e pa një realitet, kështu që në vitin 1938 u arrit një marrëveshje kjo fatmirësisht, dhe thosha, sepse një marrëveshje e tillë qeveria shqiptare nuk mund të arriti me qeverinë jugoslave. Edhe pse atje jetonin një numër i madh i shqiptarë, 800.000, që në shkollat serbe të kese lëndën gjuhës shqipe në treva shqiptare, ndërsa falë Rauf Ficos, diplomatit në 1938-39, në 10 shkollat e Çamerisë, ata ishin shkolla greke, u mundsua që të kese lëndën në gjuhën shqipe. Edhe këta mësuesit të gjuhës shqipe i financoke qeveria shqiptare. Më thënë, kjo ishe një arritur, mirë po, pastaj që ndodhi lufta greko-italiane, edhe dështoi kur humbi ushtria e Mussolinit, këtë shfrytëzoi kryeministri atëherë në 1920, dhe thuaj se të gjithë meshkujt qam nga mosha 18 deri në 50 vjet i arrestoi dhe i çoi nëpër ishujt e largët. Dhe ishin pikërisht pasi Gjermania e riposhtoi Greqinë, ata u çliruan për një numër i madh etine, ose ishin ekzekutuar. Këtu do të thonë masakra nuk filloi 44, masakra filloi që në vitin 20, që pastaj për masa diçka, do të thonë, të pakuptueshme ishte qershori në 1924, kur forcat e Zevrasit, shovinistit Zevrasit, futën në Çamëri dhe bën gërbi. Vetëm se edhe një element që se kemi përmend, në këto vëllime janë edhe 30 fotografi, do thonë të çamve, kur kanë ardhur, do thonë sa kur në këto trevat shqiptare, janë fotografi që nuk veç kur t'i sheh flasin mjaft. Janë rrëfime në veti vetëm se fotografit, janë të mërshme, kur t'ju shojsh fytyrat e atyre grave, atyre fëmijëve, ka kryesisht gra dhe fëmijë, është më të vërtet jashtë zakonisht. Mjafton ato fotografi t'ju shojsh edhe nuk ka, mbetesh pa koment. Ka një dokument që ju ka bërë përshtypje pak më shumë edhe nuk duhet të ndajmë kësaj pyetjes, që çfarë ju bën juve si shqiptar të Maqedonisë së Veriut të punoni për të gjetur për një çështje kaq e rëndësishme si tragjedia Çame. Ne kemi faktorë shqiptar të cilët nuk punojnë ndoshta kaq shumë sa ju. Çfarë ju shtyn juve? Me vetë faktin se ne kemi një gjuhë, një histori, themi një letërsi, kemi qenë një tërsi dikur, po për shkaqe politike dihet pse ka mbetur. Kjo, më thonë, nëse ne nuk luftojmë, nuk angazhohemi, këto plagë që na i kanë krijuar tjerë nuk do të shërohen. Prandaj, por jam pak skeptik. Për shembull, ne solidarizohemi me fatet e popujve të ndryshme nëpër botë, nuk solidarizohemi me fatin e ton personal, që është fati i Çamërisë. Heshtet. Fati i njerëzve që flasin të njëjtën gjuhë. Që të njëjtën gjuhë. Kjo është pak e çuditshme, edhe është brengos. Cili është një dokument që ndoshta ju ka brengosur gjatë, si thua,
gjithë hulumtimit tuaj për realizimin e këtyre botimeve, e që ndoshta ju ka habitur, ose ndoshta nuk e keni ditur më herët, një dokument jo domosdoshmërisht mund të jetë si ato fotografi të dimshme. Janë lista e gjithë atyre qyteteve, rajoneve të emrat të persekutume. Gjitha me emën e mbiemën si janë persekutu, ke fshatra të rënuara, ke më thonë listat, ajo është një dokument e përgatitur, nuk dihet kush i ka bë, por me siguri do një diplomata, s'po di, po shih se ka aty edhe dokumente të shkruar me dorë, por është një pasqyrë e emrave, e fshatrave që e të rënume dhe të ekzekutume. Ka pasur dokumente të cilat kanë qenë ndoshta gati të pasbardhura ose aq të dëmtuara sa të mund të ishin të vështira për publikimin e tyre, apo keni çdo gjë që keni gjetur në lidhje me Çamërinë e keni publikuar aty? Ka disa dokumente që nuk janë të plota dhe këtu që i kemi shënuar që nuk janë të plota, mungon faqet, ata që kemi pas e kemi botu, por ajo që tha edhe me Shkelzeni, unë të shtoja këtu vetëm janë ato raportet Këshillit Antifashist Qam për gjenocidin Qam. Janë ata diçka që vërtet e zbardhin të vërtetën e vuajtjes përsekutimit të shqiptarëve të Çamerisë që kanë ndodhur atë kur ti marrësh si përshkruajnë që kanë ndodhur, do dhe luftat që kanë luftat pa barabarta, nuk jo që kanë pas mundësi, por gjenocidi si ndodhi në qershor, po ndodhi në gusht, në shtator, në vimësi, fillojnë në qershor, por përfundojnë mars 25, por janë edhe, është interesant se edhe midis dy luftave botërore, janë raportet, janë letrat, që përmendi letrën që një nga parit të Çamit, atërshën që ja dërgon kryetarit shtetit, Ahmet Zogut, edhe si e përshkruan gjendjen e Çamerisë, janë raportet e Mithat Frashit, gjithashtu ai kërkon kokë për kokë. Nëse du të fillojë Shqipëria, nëse Greqia vazhdon me dëbimin e shqiptarëve nga Çameria për Turqi, njëjtën gjë do ta bëjë edhe Shqipëria ndaj minoritetit grek në Shqipëri. Kam historiatin që janë shkruar viteve 20, mu më kalon një përshtypje të jetë keqe në 1913 kur bandat greke kanë masakruar 72 krerë, 72 koka kryesore të Çamerisë të persekutue me arsetimin si i kanë ftue, gjoja të bisedojnë për çështjen Çame, pastaj atë mënyrë mizore i kanë masakruar. Kjo është, domethënë, merre. Këtu fillon ai, prandaj është nga 13 deri 45. Ka shumë dokumente që një pjesë e dokumenteve ndoshta edhe në botu, me këtë është marrë edhe Beqirmeta, ka bën një monografi kushtuar Çamerisë, por si dokumenta ai nuk i ka botuar, referohet një pjesë këtij dokumenteve, u referohet. Por dokumentat, domethënë shumica e dokumenteve janë në formë origjinale, janë dhënë për herë të parë, një pjesë më e madhe, por nuk mohoj se ka një pjesë që janë botuar. Por për shkak kronologjisë ne kemi parë të arsyeshme që edhe pse ndoshta janë botuar, po të pjesë një rrjedhshmëri për historinë e Çamerisë, nga 13 deri 45. Kemi zgjedhur që të publikoni këto si faksimile, si dokumente, pa pasur si thuaç misionin e historianit që në një farë mënyrë ndonjëherë hyn të analizojë këto dokumenta apo ti interpretoj ato. Keni zgjedhur që ta jepni dokumentin ashtu sikur se është, pa pasur konotacione, pa i dhënë analiza të ndryshme. Pse kjo është më e qartë të flas vetë dokumenti në këtë zgjedhje që bëni ju, apo me merakun që do të ndikoheshit, se mua më ndodh, unë jam një vajzë Çame, kam dëgjuar këtë histori, gjyshja ime ka qarë gjithë jetën, gjyshrit e mi, 4 gjyshrit e mi qanin gjithë kohën për atë shtëpinë që lanë aty, por edhe e di që nëse ndonjëherë shkruaj edhe me një gjuhë zemre.
Pra, pa atë arsyetimin e historianit apo të studiuesit. Ne kemi bën një parathonje në vëllimin e parë se pak në mënyrë më të zgjeruar, vëllimin e ditë pak vetëm për çka përmban në vëllimin e ditë. Po pse kemi shkuar në këtë formë? Janë shumë arsye, po arsyeja më kryesore është që ne jo brenda këtij materiali apo kjo përmbledhje besojmë se me këto botime, këto dokumente, do të ndikohet sadopak studiuesi ndërkombëtar më shumë të merren pak me problemin çam, se ne mes vete edhe mund të mos merremi vesh. Për shembull, personalisht unë kam has aty dokumente që ishte pak e çuditshme për mua në atë situatë siç ndodhi në Qamëri, erdhi një urdhër prej qeverisë ateshme të përkohshme shqiptare që të formohet një komision për ndjekjen e çamëve të cilët kanë bërë gjenocid ndaj grekëve, pakicave, ndaj grekëve. Formu një komision. 26. Po, 25 formu një komisioni, edhe një pjesë e çamëve u burgosën. U burgosën një pjesë e çamëve, unë nuk kam material se sa janë dënuar, se dënuar, por janë raportet, janë botuar këto raportet. Po, nuk kemi shifrat të qarta, janë raportet, ka edhe emra të caktuar. Kjo pak më shtin pak të mbrengos realisht pse duhet, sepse ndoshta u tha edhe këtu, ndoshta çamët nuk e mundshme të jenë këtë një ide, të gjithë kishin qenë në kuadër të partizanëve apo të Frontit Nacional Shqiptar, një pjesë ka pas ide djathiste, një pjesë ka pas kështu, pa e shka është e rëndësishme, edhe këta nacionalistat çam, edhe këta nuk kanë pasi u çliruan prej burgut, ata nuk morën hapa hakmarrës ndaj grekëve. Se ishin krerët, nuk morën hapa hakmarrës ndaj. Edhe pse pat përpjekje për të formuar njësi që ishin në ndërqin e Gjermanëve, por megjithatë nuk mund dëshmohet, ne nuk kemi parë në i dokument se çamët kanë bërë krim ndaj popullsisë greke. Nuk kemi parë në i dokument. Ata kanë kërkuar drejtat e veta, normal se nga 41 janë hap shkolla shqipe. Ajo është merite e Ernest Koliçit, po edhe qeverisë ateshme shqiptare, në hap shkolla shqipe nuk është gjë e keqe, po të hapi shkolla shqipe, ajo herë e parë që është. Ajo ka qenë shkolla mes dy luftave 38 u hapën për një landë për shkolla greke, po pastaj u hapën shkolla shqipe. Por mendoj se po kështu ndoshta ka pas gabime politike edhe kohën e qeverisë Ahmet Zogut. Dokumentet prandaj. Po janë dokumentet. Prandaj ne kemi shkuar që mos marrim mos jemi të njanshëm. I kemi botuar dokumenta si të tilla që studiuesi shqiptar, pa edhe ata ndërkombëtar të merren, ata të bëjnë analizat e veta të thelluara mbas dokumentave, që besoj që këta dokumenta edhe do të shfrytëzohen që në të ardhmen të bëhet një monografi e plot për problemin çam. Pyetja e fundit, u hodh diskutime ose u hodh ideja që ky nuk mund të jetë dhe nuk duhet të jetë në fakt një botim vetëm me dy vëllime, por mund vijojë edhe më tej. Ju si e shihni se ne kërkojmë gjithmonë më shumë, por jeni ju që ndoshta e nisët këtë detyrë dhe ndoshta do duhet ta ndërmerrni sërish. Si e shihni idenë që duhet të ne jemi të gatshëm, profesor Plum Xhufi e tha, të shohim pastaj ide shumë e mirë në prej 45-s edhe këndej si unë trajtu çamët, se më po flasim për çamët. Është punë e mirë, por nuk e di sa do të kemi sukses, aty do duhet ndoshta ndonjë ekip. Unë jam i gatshëm personalisht, besoj që edhe qërimi nuk kemi kundër. Ne mund të hymi, të ulëmtojmë, të shohim çka ka, për shkak se nga historia më e re ne e dim që e kanë psu, ne sot e patëm një bisedë, ma kanë rrëfy me Eminin për kur është, kur është arrestuar Teme Sejko. Po, kolonel. Po, tashti
Gjithë ata pastaj që kanë pas mbiemrin Sejko, sikur për shembull ti Halimi ke edhe në Shkup, ke edhe në Kosovë, edhe në Preshevë, edhe këtu ka doktori i famshëm Halimi. Sa më thonë tash për shkak meje ta psojnë gjithë ata me mbiemrin Halimi. Këtu e kanë psu gjithë ata që i kanë pas pastaj mbiemrin Sejko. Ma ka treguar, po. Thjesht ata s'kan pas lidhje ama absolutisht kur pa lidhje me temën Sejkon, vetë për shkak të mbiemrit e kanë psu në mënyrën më të vrasht. Kom dëgju disa rrëfime, unë thjesht kom mbet pa fjalë. E rëndësishme është që ju keni pa diskutim dëshirën për të sjellë edhe vëllime të tjera edhe për të vijuar punës në lidhje me tragjedin Çame. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishit sot në Tiranë, që diskutuam të gjithë së bashku për këtë vepër të rëndësishme, që na keni nxjerrë në dritë dokumente të cilat ndoshta rrinin në pluhurin e harresës aty në institucionet shqiptare, dhe shpresoj shumë që puna të vijojë edhe për vëllimet e tjera. Edhe ti kemi së shpejti. Shumë faleminderit edhe një herë. Unë dua të falenderoj edhe shikuesit e Çamikos, po pa diskutim do të mund t'ju referohemi edhe ato që u thanë në lidhje me këtë botim shumë të rëndësishëm për Çamërinë. Tragjedia Çame nga viti 1913 deri në vitin 1945 do të vijoj misionin e vet edhe duke u rrëfyer përmes historianëve si Plum Xhufi, Hayreddin Sufi, studiuesit Enver Kushi, po edhe emra të tjerë të cilët ishin pjesë e këtij prezantimi. Bashkë ju lut takimin e radhës të premten tjetër në orën 20:00. Historia në mëson se e vërteta, edhe kur vënohet, nuk shuhet. Përkujtimi përmes burimeve arkivore nuk është thjesht një akt emocional, por një akt etik dhe shkencor, që synon ndërtimin e një kulture kujtese për parandalimin e përsëritjes së tragjedive të ngjashme. Fondacioni Alsar ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në promovimin e studimeve historike, albanologjike dhe kulturore, duke krijuar hapësira serioze për kërkim shkencor dhe reflektim mbi historinë tonë kombëtare. Një vend të veçantë në këtë veprimtari zën votimet kushtuar Çamërisë, të cilat kanë shërbyer si referencë për studiuesit dhe publikun e gjerë. Në këtë traditë renditet edhe votimi prej 2 vëllimesh që promovojmë sot. Autorët që kanë mbledhur këtë material të çmuar kanë bërë vërtet një punë të prej murgu, do të thosha, kanë hulumtuar, kanë qëmtuar, kanë fotografuar dhe kanë sjellë për botim gjithçka, do të thosha, që gjendet në arkivin e shtetit dhe jo vetëm në arkivin e shtetit, dhe që kanë të bëjnë pikërisht me historinë e Çamërisë në këtë periudhë dramatike, siç është ajo e viteve 20-46. Ka dokumenta që kanë të bëjnë me veprimtarinë e autoriteteve shtetërore shqiptare, që nga viti 1920, siç thash, me autoritetet gjithashtu edhe mbas luftës së dytë botërore, dhe me shumë rëndësi do të thosha edhe gjithë dokumentacionin i cili ka të bëjë me veprimtarinë e Komitetit Antifashist Çam, kur çështja Çame ka qenë në një periudhë vërtet që vlonte, jemi mas luftës së dytë botërore, vitet 44-46, në të cilën ky komitet ka luajtur vërtet një rol të jashtëzakonshëm për të qëmtuar historitë, edhe historitë personale të antarëve të komunitetit Çam, që ishin shpërngulur me dhunë në Shqipëri, të cilat ju paraqiten edhe, po themi, edhe përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar këtu në Shqipëri, por do të thosha edhe në Paris në konferencën e paqes së Parisit. Pra kemi një vëllim të jashtëzakonshëm dhe unë besoj që ky botim që është me 2 vëllime, me siguri autorët do e kenë në plan të bëjnë një vëllim të tretë, ndoshta edhe të katërt,
për të parë se si shteti shqiptar e ka trajtuar çështjen Çame edhe në periudhën mas 46-s deri në vitin 1990, po dhe në këto 35 vjet apo jo. Dhe jam i sigurt që do gjenden faqe në veprimtarinë të shtetërore, të cilat mund të na bëjnë, si thuash, të na gëzojnë, të na bëjnë krenar, por dhe faqe që dhe mund të na turpërojnë, edhe të na turpërojnë shumë. Çështja Çame, siç e dim, ka qenë një çështje shumë djegëse në marrëdhënie sidomos me fqinjin tonë të jugut, dhe politikanët tonë që mendojnë që politika është përshtatje, është hipokrizi, shpeshherë e kanë ignoruar, për të mos thënë edhe e kanë dëmtuar çështjen Çame. Dhe i bëj një letër qeverisë shqiptare dhe i lutem, na sistemoni, mos mbetemi rrugëve, po vjen dimri, nuk kemi drita, nuk kemi mbulesa, shtëpit tona të improvizuara janë pa dritare, janë pa pengjere, po vjen Bajrami, duam të festojmë edhe neve si gjithë populli shqiptar. Është vështirë ta imagjinoj që me fantazi këtë moment. Brezimi ka jetuar këto. Unë e kam jetuar këti. Të hecish, orë të tëra, ditë të tëra, i lagur, i zhveshur, dhe të bjesh përsëri për të fjetur. Nuk është një të ashtiket bëdhem të holësi, po unë i kam përjetuar që në këto, unë i kam përjetuar kur isha 10-12 vjeqë. Të dy libra vinë falë punës këpimore të Kerim Litës dhe Shkëzen Halimit, që janë dhe përgatësisë e këtij libri. Por këto materialet do kishin mbetur në dosje nëse nuk do ishin botuar falë pasionit, e them falë pasionit, profesor Plumi foli për zotin Gurra, dhe në veçantë ndjeshmërisë që ka i për Çamërinë, historinë, kulturën dhe tragjedinë Çame. Viti që shkoi zotin Gurra i vetmi organizoi një aktivitet në 27 qershor nga më të mirët, me shumë nivel, dhe pati mirësinë të botoj të gjitha referate në një libër. Tani, këtë vëllim ka shumë faqe, ka një peshë veçantë. Jo në kuptimin e peshës që grami, kilogrami që themi ne, peshës që ka djathi, gjiza, buka e tjere, por ka një peshë të veçantë lidhur me historinë. Ka peshën e të vërtetave të historisë, ka peshën e dokumentave historike, ka peshën e vitalitetit të popullsisë Çame, që si shkruan Kadareja, e një popullsi eroike, të talentuar, jashtëzakonisht vitale, të zgjuar, aktive dhe plot kolorit. Nuk e di të në të drejtën që gjatë leximit të dokumentave të këtij libri më vinin herë në mendje këngët Çame. Këngët Çame janë të jashtëzakonshme, që janë këngët Lape, këngët e Veriut, këngët Shqipërisë Mesme, por unë zgjodha 4 vardje që në një piktor të kujtojmë pak Delacroix, po t'i bëj. Gjëm i zi dhe kali bardh, ingëllin në për pazar, kërkon Abedin Madan. Me mëndani, gjëma është e zecë, kali është i bardh dhe ulerima dhe gjëmës. Me mënd qa përfitërimi je populli në këto 4 vardje. Kur forcat greke morën në zotrim Çamërinë dhe e pirën e jugut në luftën ballkanike të vitit 1912, Çamët papritmas u gjendën në Greqi, të shkëputur nga pjesa e Shqipërisë. Në këtë libër botohen mjaft dokumenta që na informojnë për dekadat vijuese, veçanërisht vitet 1920, 1930 dhe 1940, kur shumica dërmuese e çamëve emigruan ose u dëbuan nga Çamëria. Në vitin 2020, Fondacioni Alsar në kujdesin e zotit Medi Gurra ka votuar dhe veprat në Ibrahim Hoxhës e përmendi dhe Luela, shtektim në për Shqipërinë e Jugut, Çamëria, i autorit Ibrahim Daud Hoxha. Votimet të tjera ka patur Fondacioni Alsar për Çamërinë.
Por sot jam i mrekulluar, sepse shoh një botim shumë cilësor, shumë të mirë, dhe vërtet që është një pasuri për historinë të kujtesën Çame, është një pasuri dhe një referencë edhe për studiusit më tej. I njohë për të dy autorët.